Rikonstruksioni i sheshit të bllokut të pallateve në rrugën Vëllezërit Frashëri të Unazës Perëndimore të qytetit të Shkodrës ka avancuar në mbi 60% të volumit të punës së kryer. Tekniku i punimeve Vitor Gaci shpreh se ka pasur jo pak vështirësi në zbatimin e këtij projekti, por gjithçka është realizuar sipas grafikut të punimeve. Janë atë 60%. Shtresat e çakullit, të bëhet betoni, përgatitet për pllakën. Megjithëse ka pas probleme shumë me këta ujnat e zeza, kabllët nëntëksor të korrentit, linjat e ujit pishme. Megjithatë, i kena myll po thuj se këta. Ky investim i Bashkisë Shkodër arrin në mbi 21.515.000 lekë të reja si pjesë e programit për ndërhyrjet në përmirësimin e infrastrukturës në bllokqet e pallateve të qytetit. Në rastin konkret, kjo ndërhyrje përfshin sistemimin e plotë të sheshit me një sipërfaqe të konsiderueshme. 2750 metra katror. Me përfundimin e këtij investimi, pas jo më shumë se 2 muajsh, ky shesh që u shërben qindra familjeve të këtij bloku pallatesh do të jetë tërësisht i sistemuar përkundër gropave dhe baltës që e kanë dominuar për vite me radhë.